Ai ka pasurit pa funde, ka tokat nërmë pjelloret, ka lumin, ka kodrat dhe njerëzit e mrekullueshëm punëtor. E megjithatë dashur miq, nga Peqini këto vite ikin dhe vetëm ikin bijtë dhe bijat e saj. Ka një gjë themelore që nuk shkon në këtë vend, nuk shkon në Peqin, nuk shkon në Shqipëri. Ky largim masiv i shqiptarëve nuk vjen se ata nuk duan Peqinin, nuk vjen se ata nuk kanë lidhje malli, zemër me familjen e tyre, nuk vjen se ata nuk e duan Shqipërinë dhe nuk vjen se nuk ka një ëndër për ta ndërtuar në Peqin, nuk ka një ëndër për ta ndërtuar në Shqipëri, por kjo vjen se para tyre janë vendosur mure pamundësie, para tyre është vendosur varfëria. Në sofër nuk ka më ushqim për të gjithë, nuk ka më punë për të gjithë, nuk ka më të ardhura. Dhe në këtë mënyrë të heshtur dhe haptas, prindrit u thonë fëmijëve të tyre, ndiq fatin rrugët e botës, bira apo bi, se këtu s'mjafton, këtu nuk jetohet më. E vërteta është pra që ky Peqin, kjo Shqipëri, është bërë pajetueshme. Është bërë pajetueshme sepse pensionistët që kanë shkri jetën e tyre, energjinë e tyre, sot trajtohen në mënyrën më të pashpirt, trajtohen me një pension mesatar 172 euro, i cili para 12 vitesh ishte 143 euro. Me një pension që sot, krahasuar me 13 vite më parë, blen 2 herë e gjysmë më pak. Me një pension që për të blerë sa të blije në vitin 2013, duhet ishte 319.000 lekë. Nuk arrin të jetojnë këtu sepse bizneset ndrydhen, gjobiten nga gjitha anët, kurse fermerët kanë tokat mrekullueshme, mund të kenë rendimentet më të lartat, por problemi është se kanë mbështetje mizerabël, kanë injorim të plot dhe nuk konkurojnë dot me fermerët e Maqedonisë, fermerët e Kosovës, fermerët e Serbisë, sepse ata marrin nga qeveria mbështetje, jo 1 herë apo 2 herë, por 5 herë më shumë se sa fermerët e Peqinit. Të gjitha këto bëjnë të dashur miq, që fermeri ju të mos